Vazhdojmë me dialogun të lajmi. I ftuar është Bekim Rexhepi, i cili njësoj si zëvendës ministri aktuale e transportit dhe lidhjeve është jurist, por që në këtë dikaster ka qenë zëvendës ministër. Zoti Rexhepi, mirë se erdhët. Mirë gjeta dhe faleminderit për ftesën. Ju keni qenë zëvendës ministër në kohën kur u aprovua nga qeveria korridori 8. A parashikohet të kaloj ky korridor përmes Strugës apo do ta anashkaloj Strugën? Faleminderit për pyetjen Sefer. Mirë cekat se përbërja e kaluar e qeverisë, respektivisht qeveria pjesës së cilës ishte edhe Bashkimi Demokratik për Integrim, vullosi respektivisht kontraktoi këtë marrëveshje me kompaninë shumë serioze për ndërtimin e këtij aksi rrugor, korridorin 8. Ishte një punë shumë e lodhshme. Çdo ditë, çdo javë kishim koordinime, sepse dihet botërisht bisedimet, ideja për ndërtimin e këtij aksi rrugor daton që moti dhe ishte shumë e rëndë nga një projekt veçse më ishte i haruar të bësh konkretizim, respektivisht të fillosh me punimet e korridorit 8. Të gjitha detajat për ndërtimin e korridorit 8 janë të përcaktuara në kontratën e cila lidhi qeveria e Maqenisë Veriut dhe kompania Bechtel Enka. Të gjitha akset rrugore përshkruan në detaje, saqë edhe në vitin posa filluam me nënshkrimin e marrëveshjes të këtij korridori në buxhetin e Maqenisë së Veriut në vitin 2023, sa më kujtohet, ndam 235 milion euro, kurse në vitin 2024 u difishua për 6 milion denar, respektivisht 9 milion euro në 245 milion euro. Këto janë argumentet shumë serioze për të treguar opinionit se këtë projekt, Bashkimi Demokratik për Integrim, edhe qeveria e atëhershme e mori shumë seriozisht, për shkak se dihet, dhe unë kam qenë pjesë e një sektori që drejt për drejt është lidhur me projektet infrastrukturore, kishim takime permanente, ditore, javore, për nisjen dhe fillimin e punimeve të këtij korridori. Është me rëndësi të ceket sepse mu për këtë arsye, mbaj mend si sot, koordinator për projektet infrastrukturore në qeverinë e kaluar LSDM dhe BDI ishte zëvendës kryeministri i parë Artan Grubi, i cili udhëheqte me projektet infrastrukturore. Projekti në fjalë, korridori 8, dihet, ja dhe këtu e kemi edhe hartën, fillon nga kalon Strugën deri në Durs dhe lidhet me pjesën tjetër në Bullgari, në Varna, respektivisht në Burgas. Këta janë akse serioze, Sefer, nuk janë vetëm projekte lokale, por duhet në qasje shumë serioze për ndërtimin e këtyre korridoreve, sepse këta janë projekte shumë strategjike për Maqeninë e Veriut edhe për Ballkanin në përgjithësi. Qeveria arsyetohet se nuk janë në pyetje motivet politike ose pengimi i lidhshmërisë shqiptare përmes korridorit 8, por mbrojtja e vlerave arkeologjike që e kërkon UNESCO-ja dhe lidhshmëria e qytetarëve në rajonin e Ohrit, përfshirë edhe aeroportin e Ohrit. Sa qëndron ky argument? Në çdo projekt infrastrukturor, ne kemi hasur që ka pas reagime edhe të UNESCO, por nuk do të thotë që të devijohet në skaj traseja. Ata janë vrejtje, me sa kam më kuptuar, është një vrejtje, kuptuar se duhet pasur kujdes për këtë zonë, por nuk thotë se nuk duhet ndërtohet korridori. Sefer, këta janë
çështje të cilat botërisht ne po i shohim se si po funksionohet dhe si avancohet në infrastrukturën, sidomos në pjesët që lidhen di qendra Tiranën, Shkupin dhe Prishtinën. Ka një obstruksion shumë serioz. Sepse 50% e mjeteve për korridorën 8, edhe në vitin 2025, edhe në vitin 2026 janë zvogluar. Kjo nuk kupton se po bëhet obstruksion serioz për projektet serioze, strategjike, në këtë rast edhe korridori 8. Nuk kemi ne vetëm këtë pjesë të projektit, ka edhe shumë projekte tjera që në vazhdim besoj se do t'i diskutojmë. Zjadin Sela, njëri nga liderët politik të shqiptarëve këtu tek ne, i cili duhet të thënë që është deklaruar se do të jetë lider i lidhjes shqiptare nëse nuk i fiton vullat nga gjykata në emër të Aleancës për Shqiptarët, thotë se devijimi i parë i korridorit 8 u bë në vitin 2013 nga qeverisja e BDI-s dhe VMRO DPMN-s, kur në atë kohë kjo qeveri është drejtuar nga Nikola Gruevski. Sipas tij, ky devijim ndodhi me ndërtimin e rrugës Kërçov-Ohër, e cila duhet të përfundojë në vitin 2017, ndërsa ndërtohet ende. Sipas Zjadin Selës, një pjesë e segmentit del në Trebenisht dhe përfundon në Ohër, ndërsa investimi është kapital kines. Sa qëndrojnë këto kritika? Realisht nuk e kam dëgjuar këtë pjesë të zotit Sela. Është intervistë në një televizion të Shqipërisë. A2 CNN është intervistë e fundit. E di një gjë, se në ditën kur u emrova si zëvendës ministër i transportit, kemi bërë një reprojektim të projektit Kërçov-Ohër. Dhe për këtë aks rrugor Kërçov-Ohër është mbajtur edhe një konferencë në Strug, ku pjesëmarrës ishin shumë profesor të fakultetit të ndërtimtarisë. Dhe më kujtohet si sot kur një panelist deklaroi se korridori pjesa Kërçov-Ohër, ashtu siç është projektuar, mund të llogaritet modeli që projekti si model se si nuk duhet bërë projekti. Besoni, ne pasi bëm revidimin, sepse në biseda me inxhinier të asaj lëmie është konstatuar se pjesa Kërçov-Ohër nuk ishte pik takimi, saqë me shaka një profesor në të kohë e tha se fillimi dihet, por mbarimi shkon deri në qiell. Për atë arsye ne bëm që kaloj edhe atër ka qenë VMRO DPMN-ja dhe BDI. Projektin i bie që VMRO DPMN-ja dhe BDI-ja, qeverisja juaj ka dashur ta çojë projektin në qiell. Projektin atëhershëm që e bëri është bërë, thash, ka qenë projekti më i komplikuar dhe më i pa përpunuar si duhet. Dhe për atë arsye një vjet na mori kohë që të bëhet reprojektimi i këtij aksi rrugor dhe në atë kohë me intensitet të plot është punuar në këtë pjesë Kërçov-Ohër. Kjo është vërtet. Sa është i gjatë projekti korridorit 8, cilat qytete i përfshin të Maqedonisë Veriut dhe sa kushton apo sa pritet të kushtoj? Sa do t'i kushtoj Republikës së Maqedonisë së Veriut në aspektin ekonomik apo në aspektin buxhetor? Ky projekt historik ka kostën e vet edhe financiare, zoti Sefer, mbi 1000 kilometra është gjatësia, sepse lidhet prej Durrësit, Shkupit edhe kalon në Bullgari. Është pjesë, flas për pjesën infrastrukturore, rrugore, sepse korridoret duhet shpjeguar opinionin se korridoret janë pjesë më komplekse të infrastrukturës. Përfshin korridoret ujore, detare, gasifikimet edhe pjesën rrugore. Dhe kjo kosto, sipas të gjitha parashikimeve të atëshme, ishte mbi 1 miliard
euro. Dhe kjo është projekti që historik që Maqedonia duhet me shumë seriozitet të qaset, sepse nuk ndërtohen korridorët çdo ditë. Përfshin edhe korridorin pra hekurëdhor apo dimension hekurëdhor. Është pjesa tjetër korridor. E korridorit 8, pjesa hekurëdhore, ku edhe këtu kemi ngecje. Në pjesën perëndimore të hekurudhës. Asnjë lëvizje nuk kemi. Pse nuk kemi asnjë lëvizje? Nuk ka vullnet politik, absolutisht. Nuk ka para. Me përgjithësinë më të madhe them nuk ka se nuk ka vullnet, obstruohet nën tavolinë të gjitha projektet infrastrukturore që janë me një strategjike për që kanë të bënë me pikat kyçe që lidhin shqiptarët. Jo rastisht dëgjuat edhe deklaratën e zotit Vučić dhe ministri i transportit të Serbisë, ku si triumfalizëm e tha për ndërprerjen apo. Ju i besoni deklaratës së ministrit të transportit Goran Vesić që dhënë për BGN-s në tetor të vitit 2024? Unë lexoj deklaratën. Se ai tha se shumë mund është bërë që kryeministri Vučić ka investuar që ky projekt të obstruohet. Unë këtë e lexoj. Ashtu ishte. Dhe kjo është një skandal. Ministri i transportit dhe lidhjeve Aleksandar Nikolovski deklaroi se korridor më i arsyeshëm ekonomik është korridori 10 sepse është drejtim më frekuentues në rajon dhe duhet të kryhet në kohë. A ka një përshtypje apo është vetëm perceptim se qeverisja përparësi i jep korridorit 10 dhe jo korridorit 8? Duhet të ishte e kundërta, pra së pari 8 që pastaj 10 që. Korridori 10 për Maqedoninë është korridor tranzitor, më thënë. Shkupi sidomos. Është pjesa vendi ku kalohet korridori 10. Kurse me korridorin 8, Shkupi bëhet boshti kryesor i kryqëzimeve të korridoreve. Edhe atë, korridorit 9, korridorit 10, të gjitha këta korridore takohen në Shkup. Korridorit 4, bile edhe sipas disa studimeve edhe me korridorin 5C që është nga Hungaria e del në detin Adriatik, nga Bosna deri në detin Adriatik. Domethënë, kjo është relevanca dhe rëndësia e korridorit 8. Maqedonia e Veriut, Ballkani ka qasje direkte në Europën perëndimore. Sipas studimit të një banke, veç për ilustrim, një banke italiane, zoti Sefer, është llogaritur që me korridorin 8 zhvillimi ekonomik do të jetë 3.5, nga 0.5. Ja, kjo është përparësia e korridorit 8. Si bie 3.5? Zhvillim ekonomik do ketë. 3.5% rritje ekonomike brenda vitit. Vetëm për shkak të korridorit 8. Mos bisedojmë për vende të reja pune. Sepse pika strategjike që kalon korridori 8 është shumë e rëndësi. Jep rëndësi shumë serioze Maqedonisë së Veriut, Ballkanit. Mos bisedojmë edhe për pikat ndymse që janë Prishtina dhe Bukureshti. Këta janë pika ndymse të korridorit 8. E kjo është rëndësia e korridorit 8. Është pjesa më logjistike e NATO-s. Në para disa muajsh edhe zyrtarisht NATO-ja mori nën ombrellën e saj. Lëvizshmëri ku bë edhe zyrtarisht korridorit 8 pjesë geostrategjike e lëvizshmërisë së NATO-s. Kjo është pesha që i jepet korridorit 8. Nuk diskutohet edhe 10, por korridori 8 është pika më e rëndësishme për Ballkanin, e sidomos për Maqedoninë e Veriut, për Shqipërinë, edhe për pjesën tjetër, Sofia. Pra, korridori 8 e lidh Shqipërinë me Maqedoninë e Veriut deri në Bullgari, ndërsa korridori 10 e lidh Austrinë, Maqedoninë e Veriut deri në Selanik, deri në Greqi. Deri në portin e Selanik. E rëndësishme është se të gjitha këto korridore, korridori 4, 5C, korridori 9 dhe korridori 10, pik takimin, pik kryqëzimin e kanë në Shkup. Kurse
Korridori 10 kalon përreth Shkupit, kurse korridori 8 e bën bosht kryesor Shkupin. Me pikat ndihmëse siç është bëhet studimi, me pikat ndihmëse Bukureshtit dhe Prishtinës. Mos bisedojmë edhe relevancën edhe të Tiranës edhe në pjesën tjetër në Bullgari, në Sofje. Pse bëhet veç edhe një çështje? Pse bëhet obstruksion? Kjo që potencova. E kemi një pjesë nga Bukojçani deri në Kërçov, ku sipas kontratës duhet të bëhet nga ndërmarrja shtetërore, ndërmarrja për rrugë shtetërore. Ende nuk kemi projekt. Është harruar. Dhe unë jam shumë i sigurt, dhe ka të them, edhe si një ish zëvendësministër, edhe si antar i Bashkimit Demokratik për Integrim, se indikacionet janë serioze se këtij aksi rrugor, këtij projekti, nga ndalsohet ritmi i ndërtimit, respektivisht të obstruohet. Këtu është problemi. A ka mundësi që këto pengesa, apo si që quheni obstruksione, të bëhen edhe duke e pamundësuar ndarjen apo alokimin e fondeve financiare nga buxheti, edhe pse ka kontratë? Ju e thatë që kontrata me kompaninë Bechtel-Lenka është precize, ajo ka afate kohore, por ka edhe penalitete apo sanksione financiare nëse nuk zbatohet në kohë. Jo, ajo është një, po mos dha zotit ndërpritet kontrata apo të prishet kontrata. Maqënia ju garantoj se mund të shkojë deri në bankrot, sepse tonë problemi do jetë shumë serioz. Dhe këta nuk janë kompani shumë jo serioze. Këto janë kompani ndërkombëtare ku shteti ka lidh kontratë me një kompani. Dhe duhet këtë parasysh kjo çështje. Do ta ndjekim, zoti Rezhepi, edhe ju normalisht si opozit keni detyrimin që ta ndiqni realizimin apo më mirë thënë pjesën e mos realizimit të projektit, por natyrisht kjo është detyrë e cila i takon edhe mediave, edhe analistëve, ekspertëve të fushës e kështu me radhë. Një çështje tjetër është rruga që lidh Kosovën me Maqedoninë e Veriut, e cila edhe pse ka përfunduar në vitin 2010 nga ana kosovare, 16 vite pas nuk ka përfunduar në pjesën e Maqedonisë së Veriut, edhe pse është gjatë vetëm 12.5 km. Nga viti 2011 të ndërtohej nga 850 metra, sipas një përllogaritje të thjeshtë, të zakonshme që kanë bërë, sot kjo rrugë do të ishte realitet. A ndjeni përgjegjësi si BDI për këtë dështim, do ta quaja të madh, në realizimin e projekteve infrastrukturore? Shifë, projekti për rrugën Tetov-Prizren asnjë është përmendur ndonjëherë. Po qeveria e Bashkimit Demokratik për Integrim. Të ndalemi tek, do kalojmë pyetja e ardhshme është për ngriti si një çështje serioze. Dhe për këtë arsye rrugën Tetov-Prizren. Të ndalemi tek rruga Shkup-Blac. Rruga Shkup-Blac. Pjesa kjo besoj që e dini, ndahet në dy pjesë, 10 km dhe 2 km. Ne pjesën 2 km e kemi përfunduar. Po shtrohet pyetja pse nuk ka leje. Ministria e Transportit, qeveria nuk kërkon leje për përdorim. Është finalizuar, është e gjithë projekti 10 kilometrash. Është mbaruar. Por leje për përdorim nuk kërkon. Ajo thot sa i takon Ministria e Transportit, thot vetëm një shpjegim, që kjo rrugë, pra kjo autostradë, fillon dhe nuk përfundon askund, pra del në një të themi me fjalorin popullor në rrugë qore, në pozicion... Po si mund bëhen projekte ku inxhinierët serios kanë punuar për projektin, cili projektues do të ndërton një rrugë pa pikë takimi. Kjo është, rruga Kërçov është shembull që ndodh kjo në Maqedoni, zoti Rezhepi. Po e kam vizituar personalisht atë rrugë 2 kilometër që është. Pra, ju thoni që
nuk është rrugë e cila nuk ka piktakim. Absolutisht. Që fillon dhe mbaron Qëndron në pozicionet e duhura. si është e mund maja. Po cili projektues do të bëj projekt që i të pa realizueshëm? Thashune. Kush ka qenë projektuesi? Nuk më kujtohet që është projektuesi, po ne nuk bisedojmë për çështjet e projektit atë. Ne përfunduam këtë aks rrugor për di kilometrën. Por indikativa është pse Ministria e Transportit nuk jep leje për përdorim. Takti aksi rrugor. Mos bisedojmë, mos ta përmendim edhe çështjen e 10 kilometrit. Të gjitha, edhe mjetet financiare, edhe projektin e lam gati. Vesh është dashur të fillohet me punë. Tani kemi zëra të ndryshme. Jo do bëhet kategorizimi nga autostradë në rrugë ekspres. Ta janë çështje shumë serioze që i gjithë opinioni duhet ta di. Përmendet rrugën Shkup-Blac, pra shpjeguat që duhej të përfundoj, sepse sipas kësaj që thoni mungon vullneti politik, apo? I qeverisë aktuale. Nuk janë prioritet projektet që lidhin Tiranën dhe Prishtinën. Kjo është. Që lidhin shqiptarët e Maqedonisë së Veriut me Kosovën dhe Shqipërinë, shtetin shqiptar. Një rrugë tjetër e cila është e rëndësishme në aspektin strategjik dhe në aspektin e lidhshmërisë së shqiptarëve e përmendet, pra është rruga Tetov-Prizren. Por ju e dini që kjo rrugë nga Bashkimi Demokratik për Integrim premtohej që nga viti 2011. Nuk ka pasur, jam dëshmitar, sepse i kam përcjellur zgjedhjet. Nuk ka pasur zgjedhje lokale, parlamentare, presidenciale, në të cilat BDI-ja nuk e ka premtuar këtë rrugë. Është e vërtet që ju jeni nënshkrues i marrëveshjes me qeverinë e Republikës Kosovës. Marrëveshja quhet për bashkëfinansimin e përpunimit të projektit për ndërtimin e tunelit në rrugën Tetov-Prizren midis qeverisë Republikës Maqedonisë së Veriut, Ministria e Transportit. Pra, jeni njëri nga nënshkruesit e kësaj marrëveshje që shkurt të themi e parashikon ndërtimin apo realizimin e rrugës Tetov-Prizren së bashku me Ministrin e Planifikimit Hapësinor dhe Infrastrukturës së Republikës së Kosovës, Liburn Aliu. Kamera nëse mund ta fokusoj, pra janë nënshkrimet e ish zëvendës ministrit të transportit, i cili është sot i ftuar në dialog të lajmi, Bekim Rexhepi, dhe ministrit kosovar apo ministrit të atëhershëm të infrastrukturës dhe planifikimit hapësinor të qeverisë Albin Kurtit, zotit Liburn Aliu. Megjithatë, zoti Rexhepi, ky nënshkrim është vënë në 12 janar të vitit 2024. Ashtu. Pse nuk është bërë më herët? Kjo është pyetja. Kjo ishte marrëveshja kur ishim vese filloi koha e zgjedhjeve. Edhe kjo ishte shumë e rëndësi për qeverinë, për Bashkimin Demokratik për Integrim, që të kemi një marrëveshje, sepse nuk ka pas, vetëm ka pas një studim fizibiliteti në atë kohë. Dhe pas shumë takimeve që kemi bërë me atëherë ish zëvendës ministrin Hysén Durmishin, disa takime mbi 7-8 takime kemi pasur për harmonizim të kësaj pjese rrugore. Erdhëm në dakordim që të nënshkruhet një marrëveshje ku do të përcaktohet bashkëfinancimi i tunelit që lidh pjesën e Maqedonisë së Veriut dhe Kosovës. Kjo është një e arritur, sepse përveç që kishim një studim fizibiliteti, ne si komision, në atë kohë unë e udhëheqja delegacionin e Maqedonisë së Veriut për përcaktimin e trases. Kjo është shumë e rëndësishme të ceket.
Dhe bashkë me delegacionin nga Kosova, erdhëm në Ujdi për ta përcaktuar trasen se si do të duket një trase nga Tetova deri në Prizren. Të gjitha detajet e kemi biseduar dhe me informat nga ana e Ministrisë së Transportit. Informuam qeverinë e Maqedonisë se këto çështje, këto dilema i kemi dakorduar dhe ju qasëm një nënshkrimi të marrëveshjes. Dhe dihet se filluan në zgjedhjet dhe ishte e lam të gatshëm ne si një nismë ku nuk kam dëgjuar se kemi diçka konkrete për këtë pjesë rrugore, sepse besoni se për skaj një korridori që e filluam me punë, korridorin 8, ne nxorëm në dritë edhe në pjesën tjetër të një aksi rrugor Tetov, Prizren, dhe projektimin ende se kanë filluar. Besoni ende se kanë filluar. Për këtë çështje është edhe në pjesë e kontratës që ndërmarrja për rrugë shtetërore duhet të fillojë me projektimin. Në programin vjetor ishin finansat për projektimin e këtij aksi rrugor, por ende asgjë nuk kemi. Nuk është vetëm ky projekt, ka shumë projekte tjera që i filluam dhe kanë ngjecje shumë serioze. Mos harrojmë edhe pjesën qarkorës në Tetov, zero. Kanë ngelur ashtu siç e lam. Asnjë hap para nuk është bërë. Këta janë indikacione shumë serioze. Për atë edhe Bashkimi Demokratik për Integrim ngre zërin se diçka po ndodh në Maqedoninë e Veriut. E dini botërisht se duke ngritur zërin Ziadin Sela se sa BDI-ja, por kjo është edhe ajo është një gjë. Përshtypje. Jo, edhe ajo është një, jo vetëm të gjithë duhet ta ngrisim zërin. Se këta janë projekte infrastrukturore. E mbani mend kur ishin se me politikanët zakonisht nuk dakordohen po me këtë. Kur ishte tema e korridorit 8 për miratimin e ligjit për korridorin 8, për ndryshimet e njësër ligjesh, çfarë vokabulari u përdorte, çfarë histerie ishte. Me korridorin 8 të bëhet Ilirida, Shqipëria e madhe, paramendoni një projekt infrastrukturor. Dhe mos bisedojmë për çështjet politike. Projekt infrastrukturor që ka Levërdi, edhe Maqedonia e Veriut, edhe Bullgaria, edhe Shqipëria, edhe të gjithë Ballkani. Kjo është e vërtetë, sepse atëherë histeri e papar ishte për një projekt infrastrukturor. Atëherë kam pasur një analizë me titullin Korridorit 8 në tunelet e errta mediatike dhe kam analizuar diskursin apo narrativin e mediave dhe një pjesë të politikës ndaj korridorit 8 dhe është e vërtetë dhe gjetjet e mia kanë rezultuar që refuzimi apo një lloj kundërshtimi i projektit korridorit 8 nuk është bërë vetëm nga, të themi, partitë e djathta politike maqedonase të asaj kohe, por ka pasur një lloj kundërshtimi apo një lloj pakënaqësie lidhur me realizimin e këtij projekti edhe nga Qarqe, po themi me fjalorin e profilizimit politik nga Qarqe të majta, jo vetëm të djathta. Kjo është e vërtetë. Zoti Rexhepi, ju keni qenë... Besoni që tash nga i diskurs, sefer, ai diskurs që e potencuat mund ndërtoj një korridor 8? Duke marrë parasysh se çfarë diskursi është ka qenë atëherë? Kjo është shqetësimi. Kjo është shqetësimi. Mos paragjykuar dhe për të mos dhënë prejudikime apo konkluzione a priori, duhet të presim e të shohim. Ditë mirë në mëngjes shihet, sever. Ne në mëngjes shihet. Edhe ju, edhe mediat, edhe opozita politike, edhe sektori jo qeveritar, aq sa mund të jetë pulsiv në hapësirën shqiptare, edhe ekspertët, edhe profesorët universitar, të gjithë duhet të jenë pra koshient dhe duhet të ndjekin realizimin
apo e përsëris, sidomos mos realizimin e korridorit Për momentin kemi mos realizim. Jo vetëm korridorit 8. Shumë uniceka. Ki korridorin 8, rrugën Tetov-Prizren. 10 km e rrugës Shkup-Blac. Qarkore. Sefer 400 milion euro janë investuar në infrastrukturë. Qeverisja në Bashkimit Demokratik për Integrim. 2020-2024. E besoni këtë. Këta janë numra. Këta janë numra dhe nuk mund të mohohen. Dhe për atë qasjen që e kanë për projektet infrastrukturore, e shofun qasjen që e kanë, nuk kam dëgjuar se kemi koordinim javor për ndërtim. Si duket është fillimi i punës së korridorit 8, me siguri edhe ju keni qenë. Ja. Cili je? Se nuk duket me këmishën e kaltërt. Po normalisht se ju të BDI-s vetëm me këmisha të kaltërt. Edhe i BDI-s edhe Evropës është njëre kaltërt. Po. Ju keni qenë zëvendës Ministri Transportit dhe Lidhjeve, më herët keni qenë antar i Këshillit Gjyqësor Republikan. Keni pasur funksion tjetër apo unë nuk është se... Edhe një zëvendëtori i Burgut në Idrizov. Edhe një mandat apo keni qenë disa vite? 3 vjet. Keni qenë zëvendës drejtori i Burgut. Sa i pasur jeni? Sa pasuri keni deklaruar në Komisionin e Antikorrupsionit kur ishit në funksion? I bie kur keni qenë zëvendës ministër i transportit. E keni transparente në Komisionin e Antikorrupsionit të gjitha të dhënat financiare janë aty. Asnjë ndryshim, besoni se unë jam politikan modest, nuk i kam pas qef shumë luksin, besoni. Janë transparente, po patët ko mund ta hidhni një si... Mund ta verifikojmë edhe tani, po me që jeni ju këtu, i bie që të keni një shtëpi në Fshatin Bojan, një banes në Shkup, çfarë veture, çfarë makine? Për momentin nuk ka. Ja, kështu. Nuk keni makinë? Nuk kam makinë. Për shkak se para një muaj kisha një ndeshje dhe kështu ish puna. Kam vozitër një Golf 5, ja. Golf 5. Shpresojmë pra që s'keni pasur pasoja fatmirësisht nga relativisht kjo ndeshje. Urojmë që të mos ju ndodh në të ardhmen dhe natyrisht mos i ndodh askujt. Me se jetoni tani? Për momentin jam i papunë. Besoj të ardhmen mund të angazhohem. Jam i angazhuar edhe në parti. Besoj që në të ardhmen do të kemi një angazhim. Do të kemi një angazhim ndoshta edhe në sektorin privat, shohim si do të jetë. Edhe të merrni funksion, apo kjo është një përshtypje pak jo reale? Vlerësimi është i Zotit Ahmeti. Do të shihet në të ardhmen, por për momentin jam i fokusuar të ndonjë angazhim privat. Në ndonjë angazhim në sektorin privat. Po. U bëra këtë pyetje zoti Rexhepi për shkak se është pak e çuditshme që pas përfundimit të funksioneve një pjesë e zyrtarëve shtetëror mund t'ia lejojnë vetes të jetojnë edhe pa punuar apo pa pasur vende pune, sepse unë e mbaj mend për veten time, ju them, në vitin 2008 kam pauzuar nga puna aktive diku 12 muaj, një vit, për shkak se atëherë përgatitja punimin tim të magjistraturës dhe besoni që shkova në kolaps ekonomik. Një vjet pas mbarimit të mandatit kam marrë apanazh. Keni qenë në apanazh? Por para 4 muaj, 5 është ndërprer normal, se është ajo periudhë një vjeçare. Është shohëm. Keni dhënë ju provimin e jurisprudencës në gjuhën maqedonase? Atëherë. Tani kemi ligj për gjuhën shqipe.
dhe jeni i mendimit që duhet të jetë ky provim edhe në gjuhën shqipe. Më pëlqeti një pankart në protestën e studentëve këtu. Ligji i gjuhëve, ligji për gjuhën shqipe është ligj lex specialis, edhe është një parim në çështjet juridike. Lex specialis derogate lex generalis. Ligji special i derogon ligjin e përgjithshëm. Dhe në këtë kontekst zoti Sefer besoj që qeveria aktuale, edhe VMRO, edhe Vlen, do të jenë më të përgjegjshëm. Du të jenë shumë të kujdesshëm. Kjo është vetëm mbaj mend një fjalë, nuk është mirë të preket ligj. Ne duhet kemi avancim. Jo, të shpërbërje të ligjit. Kjo është shumë serioze, kjo Sefer. Është pjesë e marrëveshjes së Ohrit. Mbaj mend një fjalë shumë të rëndësishme zoti Ahmeti para disa viteve ku tha marrëveshja e Ohrit është marrëveshje paqësore dhe e ndarje në Maqedonisë. Ne bisedojmë ndonjëherë për normativën e marrëveshjes së Ohrit. Po e harrojmë një segment shumë serioz. Marrëveshja e Ohrit ndali luftën. Marrëveshja e luftës është. Çka kupton nëse një marrëveshje lufte prishet, cënohet, degradohet. Prandaj duhet shumë të jemi të kujdesshëm. Parat çështje unë shumë seriozisht po ndjek këtë zhvillim. Edhe Bashkimi Demokratik për Integrim. Edhe alarmi serioz ishte letra e zotit Ahmeti. Se vija e kuqeve se më është cënuar. E përfunduat si BDI-st i vërtet. Zhërë kam qenë. Sepse ju BDI-stët e vërtet vazhdimisht e citoni zotin Ahmeti. Është për të cituar zoti Ahmeti. Unë duhet t'ju falenderoj për pjesëmarrjen në dialog të lajmi. Shpresoj që bëm dialog edhe në të ardhmen do të jemi në komunikim për të parë se kjo që kemi thënë është realitet apo ndoshta mund të përgënjështroj për të mirë qeverisja aktuale VMRO-DPMN Vlen, ose edhe nëse ndodhe kundërta, ne jemi këtu për t'ua thënë shqiptarëve të vërteta. Faleminderit për ftesën. Besoj që disa çështje edhe i shtjelluam, por unë mund të përfundoj me një fjali se vetëse alarmi për çështjet politike, ligjin e gjuhës, marrëveshjen e Ohrit dhe projektet infrastrukturore shumë që kanë peshë gjeostrategjike është ndezur. Dhe u bëj thirrje të gjithëve që ta vëzhgojnë këtë situatë sepse mund të jetë edhe vonë. Po ua kthej marrëveshjen që e keni nënshkruar, besoj do ta ruani si dokument që u kujton përvojën tuaj si zëvendës ministër. Sigurisht që do e ruaj, është një e arritur. Shumë faleminderit. Faleminderit shumë.